Në emër të Partisë Demokratike, ripërsëris kërkesën e prerë të dorëheqjes së Edi Ramës si uzurpator i postit të kryeministrit të vendit. Edi Rama qëndron në pushtet tërësisht mbi krimin, drogën dhe vjedhjen e shqiptarëve, në kundërshtim me kushtetutën, në kundërshtim me ligjet e vendit. Edi Rama qëndron në pushtet për të mbrojtur vjedhjet e qindra dhe miliarda eurove të shqiptarëve, qëndron në pushtet i bindur se në momentin e parë të largimit nga ajo karrige, ai përfundon në qoftë se për Lubin u tha 36 vjet burg, ju garantoj se për Ramen as 76 nuk mjaftojnë. Për serialin e veprave penale, vetëm porti i Durrësit është të paktën 60 vite burg. Vetëm porti i Durrësit. Le t'i lam me njanë të gjitha, djegë si Tiranës. Pra, ajo që thash unë ishte me minimume. Po Edi Rama meriton 3 jetë t'i kaloj në burgje për vjedhjet që ka bërë. Ndaj dhe ajo gjerë në këtë moment që po jap konferencën, nuk ka dërguar në kryesinë e parlamentit raportin e tij për imunitetin e Ballukut. Them raportin e tij sepse raporti është i antarëve të komisionit, po ai tregoi se atë do ta shoh unë, dhe ai ka mbi 1 javë që ka në dorë. Pra është Rama vetë, ai që blokon dërgimin e raportit të komisionit, të antarëve të komisionit të Partisë së Krimit në parlament, në kryesinë e parlamentit për të futur këtë ejte në agjendën e parlamentit. Siç e shifti të dashur qytetar, gjithçka dëshmon se fati i Shqipërisë, fati juaj, fati fëmijëve tuaj është vetëm në duart tuaja. Jeni ju dhe vetëm ju që mund të çlironi këtë vend nga kjo organizatë kriminale që nga mëngjesi në darkë vetëm vjedhin, përçmojnë, poshtrojnë shqiptarët. Është sot më imperative se kur shqiptarët të marrin në dorë fatin e tyre, fatin e lirive të tyre, fatin e vendit të tyre. Edi Rama, ndërhyrjes apo kërkesave të fuqishme nga partnerët tanë më kryesor, nga Komisioni Evropian, për të mos penguar drejtësinë, ju përgjigj
me artikullin e hapur të firmosur së bashku me vllaun e tij Vučić, padronin e tij, duke u thënë europianëve se nuk kemi nevojë për integrimin në Bashkimin Evropian. Arrit gjerë në këtë akt vetëm për të mbrojtur krimet dhe pasurinë e tij të krimit. Por Edi Rama është një person, është kryeministër sigurisht. Ka dhe një rreth që janë antarë të organizatë kriminale, por shqiptarët nuk do lejojnë kurrë që fati i tyre të shkelmohet edhe kësaj here si që shkelmuar nga Enver Hoxha për 46 vite. Ndaj dhe ftesa ime për mbar qytetar shqiptar, ditën që do paraqitet kërkesa në parlament që të gjithë para parlamentit për të mbrojtur kushtetutën, ligjin, dinjitetin kombëtar, për të mbrojtur shtetin ligjor, shtetin e drejtës. Me vendimin e tij me këtë mënyrë siç ka ecë, de facto Edi Rama asgjëson drejtësinë. Askush nuk e mbështet atë në këtë rrugë, por askush nuk do vi. Ta heq atë me përleckash nga zyra e kryeministrit. Është detyra jonë, është misioni ynë, misioni i qytetarëve shqiptarë. Të mos pranojnë kur të mbyllen dyert e Europës nga një kryehajdut i kombit në historinë e Shqipërisë, nga një armik i shqiptarëve. Ndaj dhe sot më shumë se kur, nevojitet të bashkohemi kundrejt këtij rreziku të jashtëzakonshëm për fatin ton, për të ardhmen ton. Për sa kohë është Bashkimi Evropian e ardhmja më e mirë dhe fati më i madh i shqiptarëve është antarësimi në Bashkimin Evropian. Nuk mundet kur njeri për interesa personale të na i mbyll dyert. Nuk ka armik më të keq se sa atë që tenton ta bëjë këtë, dhe ky është Edi Rama. Faleminderit. Berisha, cila do të jetë strategjia e opozitës në protestën që do të mbahet para parlamentit, pasi ka pasur disa deputet që kanë thënë publikisht se janë dhe pro ngujimit në parlament, në atë Janë sens. pro? Ngujimit në parlament. Të paktën e kanë thënë publikisht në disa prononcime. E vërteta është se deputetët prej kohësh kanë shprehur vendosurinë që të kalojnë dhe në akte sublime, grevurie, dhe asgjë nuk përjashtohet. Por, gjithçka, çdo hap duhet ndërmirret në momentin e duhur. Mendoj se fjala e sovranit është çështja më kryesore në rendin e ditës. Sovrani duhet të flasë sepse kjo që po ndodh me shqiptarët është e pa shembull në histori. Kujtojmë vetëm kaq. Një njeri që 6 muaj rresht u premtoi shqiptarëve integrimin në 27-ën, integrimin në 30-ën, tani që është kap me presh në dorë si hajdut. U thot se nuk kemi nevojë
për integrim të plot. Dhe njëherë për qytetarët. Kryeartikulli i Argatit dhe i padronit Vučić dhe Argatit Rama në Frankfurter Allgemeine Zeitung do të kuptohet qartë. Këta dy krerë të organizatave kriminale më të rrezikshme në Europë i sugjerojnë Bashkimit Evropian që të akordoj vetëm tregtinë e lirë dhe fondet e procesit të rritjes, dhe se këta nuk kërkojnë as vot, dhe se këta nuk pranojnë të plotësojnë kriteret e Kopenhagenit, as dhe ato që quhen aki komuniter, të komunitetit, të themi, po ta përkthej tamam shqip, mirësit që duhet të gëzoj komuniteti nga procesi antarësimit të vendit në Bashkimin Evropian. Mirësin fushën sociale dhe në fushat të tjera. Pra, këta kanë hallë vetëm oligarkët e tyre. Këta zotohen se nuk do zhvillojmë zgjedhje, sepse kriteret e Kopenhagenit kanë kusht themelor zgjedhjet e lira. Këta zotohen se do kontrollojnë drejtësinë, sepse ato kritere kanë drejtësinë e pavarur. Pra, Edi Rama po mbyll përfundimisht dyert e Bashkimit Evropian për shqiptarët, çka kam bindjen me thellë se kjo nuk do mund të bëhet kur realitet, shqiptarët asgjë s'do mund t'i pengojnë në udhëtimin e tyre jo të lehtë, plot sakrifica dhe mundime, por në tërësi të pandalshëm drejt integrimit të plot në Bashkimin Evropian. Zoti Berisha, 12 marsi në fakt është afati i fundit ligjor për të shqyrtuar çështjen e imunitetit Ballukut në seancë në kuvend. Po nëse majoranca kalon përtej këtij afati, çfarë ndos? Ka shumë mundësi që kjo po ndodh, që ata po djegin afatin 3 mujor. Ka shumë mundësi. Si të shifri ju, Edi Rama nuk pranon kur të dorëzoj vetën në gjykatë. Bëri përpjekje të jashtëzakonshme për marrëveshje, por nuk i eci. Lubi Balluku që ky mbron është një kriminale multidimensionale e pa shoqe. E pa shoqe në historinë e Shqipërisë. Përveç vjedhjeve të saj bashkë me Ramën, bashkë me ish burrin e saj, e mor të vesh ju. Atë e ka me divorc gjoja, po jo për të vjedhë. Për të vjedhë janë bashkë me kolballen. Transaksionet e tij janë të pafundme. Bashkë me soj dhe sorolopin e saj, ka bërë përpjekje të hapura për të dëmtuar provat. Ka kërcënuar zyrtarët e drejtësisë me banda dhe bandit. Çka fakton se të gjitha kërcënimet që janë bërë prokurorëve të SKAP, të SPAK-ut,
janë bërë nga qeveritarët me bandat e tyre. Po, u janë dërguar mesazhe kërcënuese, vdekjeprurse. Dhe prapas tyre qëndron e tëra Lubia dhe Edi Rama. Faktikisht, me këto veprime, ai asgjëson sistemin e drejtësisë në Shqipëri. Sistemi i drejtësisë groposet. Çka nuk ka ndodhur, edhe kur shtet nuk kishin ligjin e tyre shqiptarët. Kishin kodin e tyre civil, kodin e tyre penal, kishin gjykatat, pleqësitë e tjera me radhë. Kjo që po bën ky është e pashembull në historinë e shqiptarëve. Por të gjitha faktojnë se strumullari i të gjitha këtyre është ai vetë. Akshi është vorbulla më e zezë në historinë e shtetit shqiptar. Ergy Sagasi është Edi Rama, njeriu që organizon vrasje, njeriu që organizon vjedhjen e të gjitha të dhanave të qytetarëve shqiptarë, për t'ia u dhënë bandave dhe armiqve të Shqipërisë. Ergy Sagasi, me videot e tij, i ka komprometuar këta më shumë se ato të Pshtenit janë lule, të Pshtinit. Çfarë ka zyra e Agasit. Duke filluar nga Rama vetë, dhe vazhdua me ministra, me drejtues kryesor institucionesh, me prokuror, me gjykatës, me policë e të tjerë. Pra, janë shqiptarët, ata të cilët do të thonë fjalën e tyre. Vetëm një gjë, sot askush nuk mund të thotë se unë nuk e dita. Nuk e dita. Nuk duhet të abuzoj me krahasime, por i kujtoj këtu një moment në 91 në parlament, kur një eksponent i Partisë Socialiste u ngrit dhe tha, nga ta dija unë se Enver Hoxha kishte 3 dynym qylyma persian në shtëpi. Ai nuk e dinte. Ai dinte që Enver Hoxha ka vra, ka pre, ka bë të gjitha, po për ato ishte bashkautor dhe vetë, kurse tek qylymat nuk e dinte. Prandaj edhe kurse tani për Edi Ramën dihen të gjitha. Nuk mund thot njeri që nuk dita. Ndaj dhe duhet dalim bashkohemi. Të japim atë që meriton kësaj ati dhe organizatës ti kriminale. Në ditën që Edi Rama dhe Aleksandar Vučić kanë publikuar një artikull të përbashkët, Aleksandar Vučić në rrjetet e tij sociale publikoi një shënim ku e citoj: Kosova është Serbi, ishte dhe do të jetë fundi i historisë. Ky bashkërendim i Ramës dhe Vučić, a i dëmton interesat e Kosovës? Faleminderit. Totalisht. Mos harro një gjë. Në një moment acarimisht marrëdhënies Kosovë-Serbi, Edi Rama është personi që deklaroi se Kosova do kthehet në moshën e bronzit. Duke lënë të kuptoj se jo fuqitë konvencionale, po edhe ato bërthamore mund të përdoren drejt saj. Kosova nuk ka patur një armik më të egër se Edi Ramën në tërë ekzistencën e saj. Shikoni ju, në studio televizive shqiptare se si agentit e Beogradit kalojnë si hjena nga një studion tjetër për të mbrojtur Edi Ramën me porosit Vučićit.
I keni pa vetë ju. Shikoni Stanishiqin, se si pronotohet në 3 studio në një natë, me detyrim nga Edi Rama për zbatu urdhat e Vučićit në mbrojtje të tij. Nuk ka. Kosova, dhe duhet të them, sa ai armiqësinë ndaj Kosovës e ka të lidhur direkt me Vučićin dhe trashëgiminë e tij. Çfarë u thot ky sot për padronën e tij në një kohë kur ai ka deklaruar hapta se mbështet Iranin dhe ka bërë këtë sepse ka marrë shahid nga Irani për të përdorur kundër shqiptarëve. Lexoni pak se çfarë thot ai për sulmet e Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit ndaj Iranit. Se si dënon ai vrasjen e diktatorit më mizor që Irani ka njohur në histori. As Edi Rama nuk e ka përshëndetur këtë. Çfarë thot? Si mund të shkruash ti një letër? Je sklav i tij, Edi Rama është argat i tij. Argat i tij, zbaton vetëm urdhra. Pyeteni pak. Si mund të firmosish një letër? Si mund të bazosh ti Shqipërinë me atë armik të egër publik të NATO-s, jo vetëm shqiptarëve, sepse është sklav i tij, është argat i tij. Nuk ka asnjë shpjegim tjetër. Ndaj dhe shqiptarët, është fjala e tyre, është ora e tyre, është koha e tyre. Në kryerëngritje paqësore, ne do t'i japim përgjigjen më të shpejt, më të merituar. Faleminderit.